Horoskopi 11 mars 2026. Dashi. Ajo që ju ka mbajtur peng, ato sende të vjetra dhe ato kujtime që ju rëndoni si plumb, sot do të flaken tej. Do të ndjeni një liri që se keni provuar prej kohësh, sikur po rilindni. Portat e shtëpisë do të ndriçojnë, çdo gjë që ka lidhje me pronën, shtëpinë apo familjen do të marrë një drejtim hynor. Nëse keni patur një lëkundje apo sherrë, sot vjen paqja dhe rehatia. Edhe ato plagët e vogla që nuk ja thonit askujt, sot do të gjejnë melhemin, shërimin. Do të ndjeheni të plotë, të sigurt me një vetbesim që do t'ju bëjë që të tjerët të kthejnë kokën kur të kaloni ju. Leku do t'ju buzëqesh, pritni lajme të mira për mbështetje financiare. Dikush do t'ju jap dorën ose një projekt i vogël do të fillojë të jap frutet e para. Mbajini mend, sot nuk ka vend për dyshime. Ju jeni shenja që udhëheq dhe sot fati është ulur këmbëkyç në derën tuaj. Hapeni derën dhe merreni atë që ju takon, se bota është e juaja. Demi. Sot ju do të ndjeni si një det që herë trazohet dhe herë qetësohet, por gjithmonë mbetet një det i thellë. Ndonjëherë do të ndjesh veten sikur je përballë me zjarrin, por brenda vetes do të peshosh çdo fjalë dhe çdo shikim të të tjerëve. Ky vëzhgim i holl do t'ju bëjë të kuptoni se kush ju do me zemër dhe kush ju a ka me hile. Hëna po ju fut në skutat më të rëndësishme të shpirtit. Do të kuptoni pse njerëzit rreth jush sillen ashtu si sillen. Asgjë nuk do t'i shpëtojë syrit tuaj të mpret sot. Një mik, një shok apo një letër do t'ju vinë në dorë. Do t'ju bëjë ta shihni botën me një sy tjetër. Atë që e shihni si problem dje, sot do ta shihni si mundësi të ardhmë. Fuqia e grupit kjo javë nuk do t'ju lërë vetëm, bashkohuni me shok, hyni në grupe, punoni në ekip, se aty fle lepuri. Do të ndjeni një shpresë, një optimizëm që do t'ju rrisë. Sot mendja juaj do të ndriçohet nga një informacion i ri që do t'ju heqë çdo re të zezë nga syt. Jeni në rrugë të mbarë dhe fati po ju thërret me zë të lartë. Binjakët. Jeni mendja e këtij horoskopi, dëgjoni se yjet sot kanë vendosur që t'ju vënë në provë, por në fund do të dilni fitimtar si gjithmonë. Hëna do t'ju detyrojë të ulni pak ritmin e punëve tua, se keni vrapuar shumë pas qëllimeve dhe parave dhe keni harruar që njeriu ka nevojë edhe për një krah ku të mbështetet. Edhe pse ju duket sikur po humbni kohë, po të ndaloni për të dëgjuar një njerëz të zemrës apo një shok që ju ka mbështetur, në të vërtetë ju do të mbushni bateritë për të kërcyer edhe më lart. Do të ndjeni një fuqi të madhe brenda vetes për punët praktike, për ato që kanë lidhje me xhepin tuaj. Dhe e kuptoni vetë se sa vleni dhe kjo do t'ju bëjë të ecni me kokën lart para botës. Është koha e ardhur për të kapur mundësi të reja që do t'ju rrisin emrin dhe do t'ju rregullojnë gjendjen ekonomike. Profesioni juaj do të marrë një shkëlqim tjetër, sepse do dini të shitni talentin aty ku duhet. Besoni te vetja këtë javë dhe dyert do t'ju hapen vetë sa po të vini dorën në dorezë. Gaforja. Sot hëna ju ka futur me kokë te puna, te rregullat dhe te shëndeti juaj. Do e ndjeni fort nevojën që keni për të vënë gjërat në vijë dhe për t'u marrë me ato detajet e vogla të jetës që i keni lënë pas dore. Mos u rëndoni se kjo lëvizje do t'ju bëjë të ndiheni më të zotët e vetes. Sot do të keni një hov të ri dhe një dëshirë për të krijuar dhe për të bërë gjëra që nuk e keni bërë më parë. Do të shihni njerëzit me një sy tjetër, sepse po sillni një dritë të re në punën tuaj dhe në sjelljen tuaj. Është koha kur po provoni ide të reja dhe po mësoni gjëra që ju ndezin gjakun, duke flakur te ato rregullat e vjetra dhe të forta që ju kanë marrë frymën deri më sot. Mendja juaj do të pjellë ide të mëdha dhe do të gjeni frymëzim aty ku nuk e prisni. Hapni syt se po vjen një kthes në mënyrën si mendoni dhe si shihni gjërat rreth e rrotull. Luani. Sot hëna ju thërret për t'ju dëfryer, për të nxjerrë në pa atë zjarrin që keni brenda, se keni nevojën për pak argëtim dhe për të ndier veten gjallë. Është koha të bëheni kreativ, të lëshoni veten në dashuri, se shpirti juaj kërkon atë shkëndijën që ndez motorën.
Fatmirësisht, yjet po lëvizin në favorin tuaj dhe do të keni kthesa të mëdha në nivelin shpirtëror, në marrëdhëniet tua të ngushta, duke zgjidhur nyje që ju kishin mbetur në fytyrë. Kur t'u jepni dorën të tjerëve dhe t'i mbështetni, do të ndjeni një forcë dhe një vetbesim që do t'ju rrisë përpara botës. Edhe ato mendimet për borxhet, për detyrimet apo për njerëzit nga të cilët vareni, sot do t'i zgjidhni me ide shumë të veçanta që do t'ju heqin një barrë të madhe nga shpina. Ndjeni plot hovë dhe besim tek e nesërmja, dhe njerëzit po e shijojnë çdo fjalë që nxirrni nga goja, duke ju parë si njeriun e besuar ku mund të mbështesin kokën dhe të qajnë hallin. Ky është momenti juaj për të shkëlqyer dhe për t'u treguar të tjerëve se kush jeni vërtet. Virgjëresha. Hëna po ju tërheq prej mange që të ulni vrapni dhe të gjeni pak qetësi në punët tua, se keni nevojë për rehati dhe për të mbushur shpirtin me gjëra që ju shijojnë. Edhe pse jeni mësuar të jeni gjithmonë në lëvizje, sot bëni mirë të ndaloni dhe të merrni me aktivitet që ju qetësojnë mendjen dhe ju bëjnë të ndjeheni mirë me veten. Megjithatë, kjo nuk do të thotë që ju do të mbylleni brenda katër mureve, sepse punët me njerëzit i keni në vijë të drejtë dhe po ju kushtojnë kohë të tjerëve. Është kohë e bekuar për të flakur te idetë e vjetra të ngurta që keni patur për shoqërinë apo për lidhjet, se si duhet të jenë ato sipas rregullave të botës. Do e ndjeni veten më të lirë dhe më pranues ndaj të tjerëve, duke krijuar një frym miqësie të vërtetë që do t'ju bëjë të ecni përpara pa u ndier të gjykuar. Ky ndryshim në mendjen tuaj do të hapë dritare të reja dhe do t'ju bëjë të kuptoni se forca e vërtetë vjen kur pranon njerëzit ashtu siç janë, pa i matur me vizoren tuaj të rreth. Peshorja. Do ta shihni veten mes dy zjarreve, ku nga njëra anë ju tërheq puna dhe detyrimet, dhe nga ana tjetër dëshirat tuaja që keni për qefin. Kujdes, se po u mundua t'i bëni të gjitha menjëherë, do t'ju shkojë truri më keq nga stresi, prandaj kërkoni atë mesin e artë që dini ta gjeni vetëm ju. Fatmirësisht, sa më shumë të ngryse dita, do e ndjeni se frenat e jetës i keni vetë në dorë dhe se lumturia juaj nuk varet nga askush tjetër përveç jush. Është një kohë për të vënë rregull në punët tua praktike, në biznes dhe në çdo gjë që ka lidhje me llogaritë, sepse djersa dhe mundi juaj më në fund do të njihen dhe nga të tjerët. Mendja juaj do të pjellë disa ide të arta dhe do të lartësoni emrin tuaj. Jeni duke i peshuar edhe njëherë qëllimet që keni vënë vetes, dhe nga kjo do të lindin shkëndija të reja që do t'ju ndezin motorët për të ecur përpara. Do e shihni se si njerëzit do fillojnë t'ju japin dorën, t'ju mbështesin më shumë në planet që keni bërë dhe do t'ua bëjnë rrugën më të lehtë. Akrepi. Është koha e muajit hënor që të uleni këmbëpryq dhe të shijoni atë që keni në dorë, duke kërkuar çdo rrugë që ju bën të ndiheni të sigurt dhe të ngrohtë në folen tuaj. Prandaj, sot do vendosni të bëni një dy hapa jashtë rrugës sa për të ndjerë pak freski në shpirt. Është një moment i artë ku mund t'ju godas fati në dashuri, ose të ndeshni rastësisht një njeri që do t'ju ndezë një shkëndij frymëzimi që ju ka munguar. Jeni në lule të motit për t'u lidhur me të tjerët, qoftë për punë zemre, qoftë për të nxjerrë në dritë idetë tuaja që asnjë mendje tjetër nuk i pjell dot. Sytë dhe mendja mund t'ju rrinë te gjëra të mëdha si shkolla, ndonjë botim ose ndonjë udhëtim që po planifikoni, se aty e keni pikën e fortë që mund t'ju japë shtysë përpara. Një ndryshim i vogël në mënyrën si rrotulloni mendimet në kohë do t'ju bëjë që jeta t'ju hapet para jush dhe të zgjerohet si kur më parë, duke të sjellë përvoja që do t'ju rrisin. Idetë dhe besimet e reja që po ju vijnë vërdall sot do t'ju frymëzojnë dhe do t'ju heqin ato tymin e zi që mund t'ju ketë mbuluar sytë kohët e fundit. Besoj instinktit tuaj të hollë se sot po ndërtoni themelet e një rruge të re që mund t'ju çojë larg. Shigjetari. Fryma e ndryshimit dhe dëshira për të ecur vetëm para ju ka hyrë në gjak dhe nuk ju lë të qetë.
Do filloni të kuptoni më mirë ca gjëra të vjetra, ca rregulla të familjes apo ngjarje nga e kaluara juaj që ju kanë mbajtur peng, dhe ky sqarim në kokën tuaj do t'ju bëjë të ndiheni më në fund se po thyeni zinxhirët. Është koha për të flahur te zakonet e vjetra të dëmshme që ju kanë rënduar shpirtin, sepse vetëm kështu do të hapni rrugë për dritën e re që po ju vjen. Fati po ju buzëqesh në çdo punë që ka lidhje me pasuritë të paluajtshme, me rregullimin e shtëpisë apo me ndonjë investim që do t'ju sigurojë të ardhmen. Do e shihni se si kushtet e jetesës do të përmirësohen dhe se si shtëpia juaj do të kthehet në një vend ku mbretëron kënaqësia dhe rahatia. Shpirtërisht jeni gati të jepni goditjen e fundit jetesës së vjetër dhe të nisni diçka shumë të mirë për veten tuaj. Hana është ulur këmbë kryq në shenjën tuaj gjithë ditën, duke ju bërë të keni dritë që të shihni qartë që çdo ndjenjë dhe dëshirë që keni në zemër. Janë pikërisht këto pritshmëritë tuaja me këmbë në tokë që do t'ju ndihmojnë të kapni atë që keni vënë në shënjestër. Kalojmë tani tek britësjapi. Hëna ju thotë t'i merrni gjërat shtruar me ndjenjat tuaja dhe të mbyllni pak në vete se keni nevojë të bëni llogaritë me shpirtin tuaj. Edhe pse jeta po ju shtyn që të ecni përpara dhe të flisni me bashkëpunëtorët tuaj, juve ju duket se ky moment qetësie ju peshon mirë. Çdo gjë që ka ndodhur në kohët e fundit ju bën të reflektoni. Mos u nxitoni se po gjetet qetësinë brenda vetes, do të jeni shumë më të fortë edhe kur të dilni përpara botës apo përpara projekteve që keni nisur. Ky izolim i vogël nuk do t'ju bëjë keq, përkundrazi do t'ju kthjellojë mendjen që të jeni njeri më i saktë në çdo bisedë apo ortakëri që do të bëni më vonë. Yjet do t'ju japi një dorë për shoqërinë dhe në çdo punë që kërkon komunikim apo lidhje me të tjerët. Prandaj mos u tremni. Jeni duke punuar fort për t'u dhënë dërmën atyre mendimeve që ju kanë mbajtur peng dhe nuk ju kanë lënë të flisni lirshëm dhe të tregoni se kush jeni në të vërtetë. Është një kohë e bekuar për t'u marrë me rregullimin e vetes tuaj dhe për të bërë hapa të mëdhenj drejt një mënyre jetese shumë më të mirë se kjo që keni pasur deri më sot. Ujori. Hëna ka zënë vend tek njerëzit e shoqëria juaj. Ndaj do e ndjeni fort dëshirën për t'u përzier me botën dhe për të gjetur rrugë të reja që ju mbushin shpirtin me gëzim. Do e shihni veten duke buzëqeshur me ato që bëni dhe do ndjeni një dorë të ngrohtë në çdo hap që hidhni në karrierë apo në shëndetin tuaj duke gjetur dritë edhe aty ku ka errësirë. Është një moment i mirë për të gjetur ndërmend te ndonjë shqetësim i vjetër i trupit apo për të krijuar një ambient pune ku të gjithë mund t'ju shohin me zili dhe respekt. Mendja juaj është shumë origjinale. Ide të papritura për punët e shtëpisë apo zyrës mund t'ju sjellin ndryshime që do t'ju lehtësojnë jetën dhe do t'ju rregullojnë llogarinë e parave. Sa më shumë ta lëshoni veten dhe të shijoni ditën, aq më shumë do t'ju ecë mbar puna dhe do të jeni më të zotë për të mbartur çdo detyrë që keni marrë përsipër. Sot jeni duke thyer rregullat e vjetra për të ndërtuar një të nesërme që do të jeni ju të zotërit e fatit tuaj. Peshqit. Energjitë e qiellit janë ulur pranë jush. Ato po ju mbushin me mendje praktike, nuk ja uheqin buzëqeshjen dhe mirësinë që keni në shpirt. Çdo punë që do bëni me të tjerët, çdo muhabet, çdo rrahje mendimesh, do t'ju dalë me bereqet dhe gjithashtu do të jetë prodhuese për shtëpinë tuaj. Këtë javë po ju kthehet ai zjarri i brendshëm, dëshira për aventura dhe një vullnet i hekur që do t'ju bëjë të ndiheni sikur po rilini dhe po mbusheni me jetë. Do e shihni veten duke bërë hapa gjigant në punët e zemrës dhe në ato plane ku ju duhet guxim dhe mendje e hollë, sepse sot frika nuk ka vend në shtëpinë tuaj. Mendja mund t'ju shkojë tek ndonjë dëfrim i ri apo ndonjë pasion që e kishit lënë pas dore dhe kjo do t'ju hapë dritare të reja që nuk i kishit menduar. Fryma e mirë dhe besimi se e nesërmja do të jetë më e bardhë po ju sjell mundësi të arta në prag të derës. Mjafton të shihni dhe të kapeni fort pas saj.
Energjitë e sotme janë si rrufeja që shpon rreth e zeza, duke ju dhënë forcë që t'i bëni gjëmën çdo mendimi të keq, apo turpi që ju ka mbajtur peng deri më sot. Jeni gati të rrezikoni dhe të hidheni në veprim.